Mirë që rrim gjithë ditën pa buke dhe pa ujë, bëjmë gjithë këtë sakrificë të madhe, vjen koha e iftarit dhe ham çat na dal përpara, e kemi bos stomakun si kosh plera. Sa në fund fare themi, po si kam mundsi unë gjithë ditën pa buke dhe kam shtu pesh. Hajde dhe jepi zgjidhje ti kësaj muhabeti. Dhe tani mbas një jave mund të them që dy ishin gabimet që un kam pas bërë, që vura re. E para haja shumë në syfyr sepse ishte ajo frika se do rrije gjithë ditën pa ngrënë edhe mos të merrte uria, dhe në iftar përfundoja me barkun e fryr dhe shumë e lodhur, nuk e di për ju, po mua më zinte gjumi direkt. Ajo që ndryshova në rutinën time ishin dy gjëra. Shtova një shot para iftarit edhe një shot para syfyrit dhe mund të them që kam bërë ndryshime më të mëdha, nuk e di ku kam qenë më përpara dhe i kam kombinuar me guidën e Ramazanit që kam marrë bashkë me shocat. Të guidën që unë zgjodha, kisha më pak i gjatë ditës, isha më ngopur edhe në iftar ndihesha më pak e fryr dhe kisha përsëri energji për të vazhduar pjesën tjetër të natës. Dhe në fund të këtij testimi, fatimja juaj ka dalë në konkluzion që mbas kësaj rutine ka ndryshuar gjithçka dhe kam shumë herë më të thjesht edhe agjërimin, por edhe duke qenë se më duhet energji për 15 gjatë ditës, energjinë e kam të ruajtur me anë të kësaj metode. Tani ngrini dorën sa vetave pas iftarit fryhen të merrsi shumë edhe i flihet gjumë, një ndërto që kam qenë edhe unë. Jam shumë kurioze realisht, më lini koment këtu.